Ndërsa u paraqit në prokurorinë e posaçme për tërheqjen e një dokumenti, avokati Max Haxhia foli përpara mediave për klientin e tij Ergjys Agasi. Ky i fundit është në kërkim nga SPAK, i akuzuar për skemat e manipulimit, jo vetëm përmes dokumenteve, por edhe përmes dhunës të tendrave të akshit. Por Haxhia i tha se klienti i tij ndodhet jashtë shtetit për një takim pune. Sipas tij, Agasi do të vinë në Shqipëri dhe do të paraqitet vetë përpara SPAK-ut. Klienti im nuk është larguar, unë kam komunikuar me familjarët, ai është në jashtë shtetit duke lidhur një marrëveshje në fushën e biznesit vet. Kur të kthehet do të mbaj qëndrimin për të përballur me drejtësinë. Në lidhje me verërat që kapin vlerën 3 milion euro të zbuluara në kantinën e tij, apo nëse ka përfituar nga tendrat e akshit, Haxhia i tha se kjo çështje po përdoret politikisht. Dhe në një moment që po shfrytëzohet perfekt nga politika, duke paraqitur zotin Agasi si një kryeministër në hije, që s'është as pak e vërtet. Sa i takon akuzave që SPAK shpreh në dosjen hetimore se Agasi fshihet pas marrjes peng të biznesmenit Geront Meçe, pala mbrojtëse pretendon se Agasi nuk e njeh këtë person. Nuk ka asnjë provë që zoti Agasi t'jetë marrë jo vetëm me fushën e tendrave, po ai nuk njeh dhe as nuk njeh edhe me personin që pretendon që është hequr liria. Ergjys Agasi dhe Ermal Beqiri akuzohen nga SPAK se janë biznesmenët që kanë përfituar mendimin e drejtueses së akshit Mirlinda Kaçanaj, tendera publik me vlerë 10 milion euro. Prokuroria thotë se me presione, dhunë dhe manipulime dokumentesh, ata kanë paracaktuar kompanitë fituese të lidhura me ta.